Në Gostivar është hapur ekspozita e 5 me radhe fotografive kushtuar trashëgimisë kulturore të qytetit, një aktivitet që synon të sjellë më afër qytetarëve vlerat historike dhe identitetin kulturor të kësaj zone. Ekspozita e organizuar nga Qendra për Konservim në Gostivar dhe e mbështetur nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit, po mbahet në ambientet karakteristike të shtëpisë së Beut, duke krijuar një ndërthurje të veçantë mes hapësirës historike dhe përmbajtjes artistike. Përmes mbi 40 fotografive, vizitorët kanë mundësi të shohin objekte të rëndësishme të trashëgimisë kulturore të dokumentuara ndër vite, si dhe punime të reja të realizuara gjatë vitit të fundit. Drejtori i Qendrës për Konservim, Cvetko Novakovski, theksoi se këto fotografi nuk paraqesin vetëm objekte, por dëshmi të gjalla të historisë, traditës dhe jetës së qytetit, duke nënvizuar rëndësinë e ruajtjes dhe promovimit të tyre për brezat e ardhshëm. Prekovja 5 fotografi, pred nas se otvara televizorin e zapis. Përmes këtyre 50 fotografive, para nesh hapet një regjistrim vizual i objekteve që nuk janë thjesht ndërtesa, por dëshmi e historisë, traditës dhe shpirtit të qytetit të Gostivarit. Çdo fotografi mbart historinë e vet për njerëzit që kanë jetuar në kohë që kanë kaluar dhe për shtresat kulturore që ndërtojnë trashëgimin ton të përbashkët. Prandaj, ekspozita të tilla nuk janë vetëm ngjarje artistike, por edhe një kujtesë e rëndësishme për nevojën e ruajtjes dhe vlerën e pasurisë kulturore. Kjo ekspozitë është organizuar nga Institucioni Nacional Qendror për Konservim Gostivar dhe është realizuar me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit, të cilës i shpreh mirënjohje të sinqertë për njohjen e rëndësisë së projekteve të tilla. Ne vazhdojmë të bëjmë përpjekje për mbrojtjen, promovimin dhe afirmimin e trashëgimisë kulturore. Nga ana tjetër, konservuesi Arjan Rufati u shpreh se qëllimi kryesor i kësaj ekspozite është ndërgjegjësimi i qytetarëve, nxënësve dhe komunitetit arsimor për rëndësinë e trashëgimisë kulturore, si dhe prezantimi i punës së vazhdueshme që bën institucioni në këtë drejtim. Ai shtoi se ekspozita është bërë tashmë një traditë, e cila çdo vit zgjerohet me punime të reja dhe tërheq një numër gjithnjë më të madh vizitorësh. Ne mundojmë se çdo vit të shtojmë numrin e fotografisë dhe çdo vit, domethënë, përveç punimeve që kemi ndër vite, kemi edhe punimet e vitit të fundit. Këtë vit në këtë ekspozitë kemi mbi 40 punime, kemi punimet e viteve të kaluara dhe të vitit 2025. Shpresojmë dhe mendojmë se kjo ekspozitë ja ka rritë qëllimin e vet me këtë numër të madh nxënësve, të vizitorëve dhe të qytetarëve të cilët do ta vizitojnë sot dhe ditën me radhë objektet e trashëgimisë kulturore. Vlen të theksohet se jo vetëm ky objekt është i hapur, por është i hapur edhe sa kulla dhe objekte tjera. Ne do të vazhdojmë me këtë projekt tradicional të Qendrës për Konservim dhe besoj se çdo vit numri i vizitorëve do të rritet dhe çdo vit vëshosh në rritje numri vizitorëve. Në kuadër të kësaj ngjarjeje, për publikun janë hapur edhe disa objekte të tjera të trashëgimisë kulturore, përfshirë kullën e Sahatit dhe pika të tjera me rëndësi historike në qytet. Organizatorët vlerësojnë se interesimi i qytetarëve është në rritje të vazhdueshme dhe presin që ekspozita të vizitohet nga një numër i madh njerëzish edhe në ditët në vijim.